Humbja e kandidatit të opozitës Dritan Hajro në zgjedhjet për Bashkinë e Kolonjës kaloi në heshtje nga Partia Demokratike. Selia Blu dhe kryetari i saj nuk bën asnjë deklaratë për rezultatin e zgjedhjeve të pjesshme në Bashkinë e Kolonjës, të cilën Partia Demokratike ja besoi aleatit më të rinj në kampin opozitar, Partisë Agrare Ambientaliste të drejtuar nga Gronduka. Edhe në materialin që Selia Blu shpërndau për mediat nga një takim i kreut të demokratëve Lulzim Basha me banorë të Rrushkullit në Durrës, fokusi ishte në trajtimin që qeveria u ka bërë zonave të përmbytura. Kjo qeveri që është larg jush, ju ka praktikisht me mendje rreth parë, prandaj nuk vjen as me trup këtu, me ju pa, sepse nuk ju llogarit më. Unë këtë ju jap fjalën. Që qeveria ime, qeveria e ardhshme rreth parë do t'ju ketë ju në qendër të vëmendjes. Do jetë qeveria juaj. Prioritet do të jetë një herë të bëjmë investime që të shpëtojnë zonat e rrezikuara nga përmbytja. Basha u takua edhe me fermerë të fshatit Sukth, të cilët ju ankuan për mungesën e titujve të pronësisë, investimeve në infrastrukturë dhe të subvencioneve në bujqësi.